Nga parketi lojës deri te tavolina e trajtimit, rrugtimi i tij ka qenë po aq i fortë sa edhe pasioni që e ka shoqëruar gjithmonë. Dikur basketbolist aktiv, sot ai është fizioterapeuti i klubit Bashkimi nga Prizreni, një rol që e ushtron me profesionalizëm, përkushtim dhe njohuri të thella mbi trupin e një basketbollisti. Rrugtimi im ka një nisje shumë të hershme, qysh nga vitet e para të fëmijërisë unë jam marrë me sport, edhe kam qenë edhe pjesë e klubit basketbollistik Bashkimi nga gjeneratat e para, nga pionerët deri në senior ose kategoritë më të larta të klubit. Nikosisht kam luajtur edhe për disa vite në basketbollin profesional dhe pas mbarimit të karrierës aktive, edhe gjatë studimeve kam pas karrierë profesionale dhe pas përfundimit të studimeve, atëherë ishin pak kushtet shumë më të vështira se në kohën ku jemi tani, edhe ju vendosa të përkushtohem profesionit, që e bëra besoj që një zgjidhje mjaft të mirë për mua. Unë këtë profesion edhe në klubin e basketbollit Bashkimi punoj nga vitit 2013. Do me thonë plot, muj me thonë 12-13 vite ose 12-13 sezona të gjata. Sa ishte basketbolist, Fisniku nuk ishte njohuri për fizioterapinë dhe rolin e saj të rëndësishëm në mirëqenien dhe performancën e lojtarëve. Në kohën kur kemi qenë në lojtar, na as nuk kena ditë për fizioterapinë, edhe fizioterapeutët. Kjo ka qenë një kohë e errët, realisht fizioterapia është një profesion mjaft i ri edhe në Kosovë si fakulteti fizioterapisë ka ardhur vetëm mas luftës, edhe ka qenë shumë i panjohur si profesion, edhe rolin të cilin e ka fizioterapeuti ka qenë shumë i panjohur. Muj me thonë nështë në dekadën e fundit ka marrë një kaje të mirë, edhe vlerësohet si profesion, edhe dijen vlerat që mund të jep një fizioterapeut, një sportisti ose një ekipi sportiv. Normal, ne punojmë si një grup, asnjëherë nuk mund të funksionojmë të vetëm, duke marrë parasysh sepse për çdo lëndim ose për çdo trajtim të një sportisti na duhet një bashkëpunim pak më i gjerë. Ne nuk mund të bëjmë të gjitha punët vetë. Duke filluar për shembull në çdo lëndim, atëherë na duhet diagnostifikimi i saktë, edhe mandena forma dhe koha, çysh duhet me trajtu, plan programi dhe të gjitha këto ne i bëjmë në ekip dhe pastaj realizohen secili kryen punën e vet deri te përfundimi i suksesshëm i një rehabilitimi post-traumatik që ndodh te një sportist. Zakonisht sportistat kanë lëndime traumatike, kryesisht. Ai shpjegon se sporti kërkon një qasje krejtësisht të veçantë në trajtimin e lojtarëve, ndryshe nga mënyra se si trajtohen njerëzit e zakonshëm. Sporti ta hap një derë shumë një vizion tjetër të trajtimit të njerëzve. Pse të them kështu? Se për shembull fizioterapia deri vonë është njoft shumë ngusht për trajtimin e lojtarëve ose të njerëzve të zakonshëm. Kurse me avancimin dhe me studimin, me kryerjen e shumë trajnimeve dhe shkollave të ndryshme, ne kemi konstatuar që i gjithë trupi, edhe funksioni i gjithë trupit është më rëndësi për një problem të caktuar. Ne duhet ta trajtojmë edhe fizikisht, edhe psikikisht, edhe kondicionalisht. Ne duhet të fokusohemi në tërqenjen e një njeriu, jo vetëm në një problem që ai ka, sepse ta themi të drejtën, sportistat në momentin ku lëndohen automatikisht rrëzohen emocionalisht shumë. Dhe ne duhet t'i bëjmë edhe përkraje emocionale, edhe psikologjike, edhe ta kthejmë në aspektin fizik në majat ose në momentin e lëndimit ku ka qenë dhe të vazhdoj rrugtimin e tij edhe me tutje. Sot Bashkimi ndodhet në pozicën e parë në Superligën e basketbollit të Kosovës dhe kontributi i tij është një pjesë e padukshme por thelbësore e forcës që e mban ekipin në krye të tabelës. Bashkimi e ka bërë një organizim rrënjësor. Muj me thonë 3 vitet e fundit kur në menaxhim kanë ardhur njerëz të cilët e dojnë dhe punojnë për të mirën e sportit. Ne si klub, do me thonë, duhet të falenderohemi drejtorit të përgjithshëm, drejtorit sportiv, njerëzve që punojnë në administrat, të gjithë këta e kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, duke na motivuar që ne të punojmë maksimalisht. Unë thash, nuk mund ta pranoj çdo merit për veti, ne punojmë në grup. Puna në grup është ajo që na jep rezultate maksimale. Ne për shembull si vjet kemi një bilans pozitiv
100% në Superligën e basketbollit të Kosovës, po ashtu ne për herë të parë marrim pjesë edhe në FIBA Europe Cup, ku kemi treguar dhe kemi shfaqur performanca të jashtëzakonshme, gjë që besoj që askush nuk e ka pritur, por kemi pasur, me thënë drejtën, një nga ndeshjet që do ta veçoja, do të ishte ndeshja me Cibonën, kur kemi shkuar në pallatin Dražen Petrović në Zagreb. Ai ishte një emision i jashtëzakonshëm për mua si një ish basketbollist, edhe një fizioterapeut, të shkelesh në palestrat ku ka shkel Dražen Petrović, ku nifet si Mozarti i basketbollit, atëherë ishte e jashtëzakonshme. Kurse në ndeshjen kthyese na edhe mposhtëm Cibonën këtu në Prizren, kështu që ishte emocion i jashtëzakonshëm. Puna jonë kryesore me parandalu një problem sesa me trajtu një problem, sepse kur vjen deri te trajtimi i problemit, atëherë na merr pak kohë më shumë, e i vyn pak kohë pastaj për më rikthy në formën fizike dhe kondicionin sportiv. Edhe kjo normal që pak a shumë na ndryshon qasjen e trajtimit, po përderisa ne jemi në kontakt të përditshëm me këta, atëherë kjo është shumë ma lehtë edhe mirëmbajtja edhe fizike, edhe kondicionale e tyre është në nivel mjaft të mirë. Fisniku është gjithashtu fizioterapeut i kombëtarës së Kosovës në basketboll. Kombëtarja është gjithmonë privilegj, sepse përfaqëson shtetin. Edhe është kënaqëri e madhe të jesh pjesë aty në djelmoshave të përzgjedhur prej më të mirëve të momentit, themi, sepse këta janë djemë të mirë, po i zgjedhin me performancat maksimale të momentit. Puna në kombëtare zakonisht shkon dritare dhe është me intensitet pak më të lartë për neve, sepse ne aty vinë lojtarë, themi, edhe të lënduar që duhet të reaktivizojmë në një kohë rekord, kurse këtu kemi një akomodim pak më të lehtë edhe kena mundësi kohore pak më të gjanë me punu, sepse ndeshjet janë në një afat javor dhe kemi kohë. Për shembull, mund edhe të mungojnë në një ndeshje ose në 2 ndeshje, kurse gjatë kombëtarëve ndeshjet janë të ngjeshura, çdo 2 ditë ke ndeshje, 2 ose 3 ndeshje një pas një. Edhe për atë arsye me intensiteti që e kërkon puna në kombëtar është pak më i lodhshëm, po ja vlen definitivisht. Ai bën dallimin mes trajtimit të një basketbollisti dhe një futbollisti. Nëse bëjmë diferencën basketboll dhe futboll, edhe antropometria e trupit dallon nga 2 sportet. Basketbollistët janë, si nifet, është sport i njerëzve të gjatë, dhe pesha atyre lojtarëve është shumë më e madhe se e futbollistave. Kështu që lëndimi në basketboll, edhe basketbolli është lojë me intensitet më të shpejtë, edhe e ka një lëvizje më ndryshe se futbolli. Kurse patjetër lëndimet sportive të futbollistave zakonisht janë pubalgjit, distorsionet nga ndërhyrjet e ndryshme, lëndimet e gjurit, por nuk do të thonë që edhe në basketboll nuk ka lëndime të tilla. Zakonisht gjuri është pikë dopt, nyjet janë pika të dopta, mandena nga mbi ngarkesat, siç e ka edhe më herët, na vinë lëndime të ndryshme si tërheqjet muskulare, kputet muskulare. Të gjithë këta janë me të vërtetë sportista profesional dhe janë në një stad shumë të lartë të përgatitjes. Këta djemt nuk e dia pushojnë 10 ditë ose 2 javë gjatë gjithë vitit, edhe secili pastaj vazhdon me përgatitjet individuale, secili ka programin e vet ose e merr një program të përshtatshëm për veten, edhe ta nuk e ndërprejnë stërvitjet. Këta në momentin kur fillojnë stërvitjet grupore duhet të jenë në performancat më të larta të mundshme të matjeve të cilat i bojnë. Domethënë kur të vinë në grup duhet të jenë maksimalisht të përgatitur, nuk ka kohë për ripërgatitje. Domethënë këta shumica për këtyre, sidomos po foli për lojtarët e ekipit ton, në momentin kur kemi filluar në ngusht me ekip gjithë së bashku, kanë treguar performancë të jashtëzakonshme fizike. Pavarësisht kontributit të madh dhe rezultateve pozitive, Fisniku përballet edhe me sfida të ndryshme. Është sfidë goxha e jashtëzakonshme, domethënë është sport i lodhje fizike, psiqike, jemi shumë kohë jashtë familjes. Kjo është pika që do ta ceki më shumë, domethënë puna jonë na kërkon shumë kohë, na merr shumë kohë për të punuar. Edhe kjo automatikisht neve realisht është shumë ngarkesë e madhe, por në anën tjetër, përderisa kemi punë dhe jemi profesionista, atëherë nuk kemi pse ta ankohemi në këtë aspekt. Ai ndan edhe një mesazh për sportistët dhe për të tjerët. Sportistëve sidomos kujdesuni për trupin tuaj, mos abuzoni me trupin tuaj, flini sa më shumë, hidratohuni sa më shumë, dhe është një fjalë ku thuhet se rigjenerimi më i mirë është gjumi.
për sportistët. Kurse për njerëzit të zakonshëm duhet të bëjmë aktivitet sa më shumë fizik, lëvizje edhe patjetër nëse kanë një problem, mos ta neglizhojnë, ta trajtojnë sa më herët, sepse nëse e shtyjmë atë problemin, atëherë do të jetë pak edhe trajtimi pak më i komplikuar. Fesnik Bajrami është dëshmi se pasioni për lojën nuk mbaron kur përfundon karriera si lojtar. Ai thjesht shndrohet në mënyra të reja për të kontribuar.